Drita e butë e mbrëmjes depërtonte nga dritarja dhe përhapej në vaskën ku ulej bia. Uji ishte i ngrohtë, por nuk e ndjente vërtet, mendja i fluturonte larg, në një vend të brendshëm ku asgjë nuk dukej e dukshme jashtë. Ishte një ndjesi e çuditshme, sikur të gjithë botën ta kishte lënë vetëm në atë çast, një boshllëk që nuk kërkonte fjalë, ai u afrua. Nuk kishte nevojë për zhurmë, për sytë që shikonin apo për shprehje të mëdha. Vetëm duart e tij, të ngrohta dhe të kujdesshme, mbuluan trupin e saj me delikatesë. Nuk ishte një prekje që synonte të rëmbente, por një prekje që përforconte praninë, që thoshte jam këtu, nuk ka rrezik. Gjithçka është e qetë. Bia ndjeu një dridhje të lehtë, një kontrast midis ujit të ngrohtë dhe dorës që e mbulonte. Nuk kishte nevojë të fliste, sepse çdo gjest thoshte më shumë se fjalët, kujdes, praninë dhe ndoshta diçka që nuk mund të shprehej lehtë. Ai ju afrua më shumë, një hap i heshtur, dhe i tha me zë të ulët, hajde të puthi. Nuk ishte një kërkesë e thjeshtë, ishte një ftesë për të ndarë një moment të brendshëm, për të rritur lidhjen pa nxitim, me respekt dhe butësi. Në atë çast, gjithçka u ngadalsua. Tingujt e jashtëm nuk ekzistonin më, ndjenjat ishin të përqendruara në çdo frymëmarrje, në çdo kontakt. Ai e puthi. Një puthje e ngrohtë, e kujdesshme, që nuk kërkonte asgjë përveç pranisë së ndërsjellë. Ishte më shumë një shprehje e ndjenjës se sa një akt fizik, një mënyrë për të thënë se të dy mund të jenë aty, në të njëjtin vend, pa frikë dhe pa ngutje. Pas këtij momenti, Bia ndjeu një qetësi që rrallë e kishte përjetuar. Nuk kishte nevojë për fjalë, sepse çdo gjest ishte i kuptueshëm. Ishte një lloj lidhjeje që nuk mund të matet me kohë apo distancë, por që mbetet brenda kujtesës dhe trupit, një kujtim që do të ngrohej me kalimin e kohës. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, çdo lëvizje dhe çdo fjalë ka rëndësi, dhe banorët e dinë mirë këtë. Një moment i vogël mund të kthehet menjëherë në një debat, xhelozi ose keqkuptim, dhe kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi me Claudine, Elionën, Benitën dhe Dolcen. Situata filloi kur një gjest i thjeshtë, një prekje e buzëve, u bë shkak për tension. Lëndrimi e kishte bërë atë pa menduar shumë, si një shprehje spontane e afërsisë dhe emocioneve të tij, por për Claudine, që e pa nga jashtë, gjesti u interpretua ndryshe. Ai u ndjet xheloz, sikur diçka po i shpëtonte nga duart dhe nuk po e kontrollonte dot. Ndërsa për Elionën, reagimi i Claudit ishte i dukshëm. Dhe ajo ndjeu vëmendjen dhe tensionin që u krijua pa pritur në shtëpi. Benita, e cila ishte gjithmonë e vëmendshme ndaj dinamikave mes banorëve, nuk nguroi të tregonte Dolces se çfarë po ndodhte. Ajo i shpjegoi me sinqeritet situatën, duke i dhënë një perspektivë tjetër dhe duke e ndihmuar të kuptonte se disa gjeste mund të interpretohen në mënyra të ndryshme. Për Dolcen, kjo ishte një mënyrë për të parë situatën më qetësisht, larg emocioneve të menjëhershme, dhe për të kuptuar se konflikti nuk kishte filluar me qëllim, por nga keqkuptimi dhe ndjesitë e forta të xhelozisë. Debati u shndërrua në një reflektim të përbashkët. Banorët u ndalën për të kuptuar se në një lojë si Big Brother, çdo lëvizje ka rëndësi dhe emocionet duhet të menaxhohen me kujdes. Claudi mësoi se reagimet e menjëhershme mund të krijojnë tension, ndërsa Eliona dhe Dolce e kuptuan se të qenit i sinqert dhe komunikimi i hapur janë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Ky moment tregoi qartë kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Çdo gjest i vogël, çdo fjalë, çdo shikim mund të përkthehet në emocione të forta dhe konflikte të papritura. Por, në të njëjtën kohë, ai tregoi edhe se bashkëpunimi, sinqeriteti dhe shpjegimet e qarta janë ato që i mbajnë marrëdhëniet të shëndetshme, edhe kur lodhja dhe presioni i lojës bëhen të mëdhenj. Në Big Lëndrimi dhe Eliona u ulën për të folur qetësisht për një situatë që po i shqetësonte të dy, sjelljen e Claudit dhe keqkuptimet që kishin lindur rreth tij. Lëndrimi filloi të shpjegonte ndjenjat e veta, duke e pranuar se disa gjëra që i kishte thënë Claudit nga fillimi nuk ishin bërë për të tallur apo për të bërë lojë, por thjesht si një shprehje e mendimeve të tij. Ai theksoi se fjalët e tij ishin thjesht të sinqerta dhe nuk kishin pasur qëllim të krijonin konfuzion. Eliona e dëgjoi me vëmendje, duke kuptuar se shpesh herë gjërat interpretohen ndryshe nga mënyra si janë thënë. Lëndrimi shtoi se Claudi kishte marrë disa nga ato fjalë si të doj vetë, duke u përpjekur të japë kuptim sipas mënyrës së tij. Ai shprehu një pakënaqësi të lehtë, sepse kishte menduar se marrëdhënia mes tyre do të ishte më e thjeshtë, më e hapur, pa keqkuptime të panevojshme. Eliona reagoi duke treguar se gjithmonë kishte pasur dyshime se disa gjëra nuk po shkonin sipas pritshmërive të saj, por tani, duke dëgjuar lëndrimin, filloi të kuptonte që ndonjëherë njerëzit nuk janë gjithmonë siç duken. Po nuk qen ka ashtu djali siç mendoja,
tha ajo me një ton reflektues. Ajo pranoi se ishte ndjerë e hutuar dhe ndonjëherë kishte bërë përfundime të nxituara, pa e njohur plotësisht qëndrimin dhe karakterin e Claudit. Biseda u shndërrua në një moment reflektimi, ku të dy filluan të kuptonin se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë e strategjive, por edhe test i perceptimeve dhe keqkuptimeve të zakonshme. Çdo fjalë ka peshën e vet, çdo interpretim mund të ndryshojë mënyrën si shihen njerëzit përreth. Lëndrimi dhe Eliona e kuptuan se për të ndërtuar një marrëdhënie të mirë me Claudin dhe me banorët e tjerë, duhet durim, vëmendje dhe komunikim i qartë. Në fund, ky moment u bë një mësim i vogël për të dy, se interpretimet e nxituara mund të krijojnë tensione të panevojshme, por edhe se dialogu dhe dëgjimi i sinqert mund të shpërbëjnë çdo keqkuptim. Biseda mes lëndrimit dhe Elionës tregoi se, për te, një nga mbrëmjet më të paharrueshme brenda shtëpisë së Big Brother Kosova erdhi papritur, nën tinguj të shiut që binte pa pushim mbi oborrin e shtëpisë. Lëndrimi, me një buzëqeshje të lehtë dhe një ndjenjë të dukshme mallëngjimi, nisi të këndonte me zë të ulët, dumet i pa syt, se malli më ka myt, kaje sonte, kaje nis. Fjalët e tij ishin të mbushura me emocione të sinqerta dhe menjëherë kapën vëmendjen e Elionës, e cila ju përgjigj me një shikim të ngrohtë dhe një buzëqeshje që tregonte se po ndjente të njëjtat ndjenja, pak nga pak. Të gjithë banorët filluan të bashkoheshin me ta, duke kënduar këngën me zë të njëjtë. Njëkohësisht, pika të mëdha shiu binin mbi kokat e tyre, duke krijuar një atmosferë magjike. Nuk kishte kamera që mund të kapnin plotësisht emocionin e momentit, sepse aty nuk ishte thjesht këngë apo ritëm, ishte ndjenja e bashkimit, gëzimit dhe lumturisë që lind nga një përvojë e përbashkët, secili qëndronte pranë njëri tjetrit, disa të lagur deri në kocka, por me fytyra të ndritshme nga buzëqeshjet dhe emocionet. Një ndjenjë lehtësimi dhe paqeje mbushi shtëpinë, një pushim i vogël nga tensionet e lojës dhe strategjitë e përditshme. Kënga e lëndrimit nuk ishte thjesht një këngë, ishte një thirrje për të ndjerë, për të shijuar momentin dhe për t'u lidhur si grup. Ndërsa tingujt e muzikës dhe zërat e banorëve përziheshin me bubullimat e shiut, atmosfera u shndërrua në një kombinim të bukur të gëzimit dhe mallëngjimit. Secili dukej sikur kishte harruar lodhjen, grindjet dhe rivalitetet e ditës, tani kishte vetëm kënaqësi dhe emocion të pastër. Momenti i këndimit nën shi nuk ishte thjesht një lojë ose sfidë, por një ritual i vogël i bashkimit që përçonte energji pozitive dhe mbante mendjet larg çdo konflikti. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë dhe intrigë, por edhe përvoja njerëzore, ndjenja që lidhen, çaste që kujtohen dhe momente që bashkojnë. Kënga nën shi u bë një kujtim i bukur për të gjithë banët. Në një nga mbrëmjet më të qeta brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, Labinoti vendosi të marrë rolin e mikpritësit dhe të gatuante për banorët një darkë të veçantë. Aroma e ushqimit u përhap menjëherë në ambient, duke zgjuar kurreshtjen dhe emocionin e të gjithëve. Banorët u grumbulluan pranë tavolinës, gati për të shijuar përpjekjen e tij dhe për të kaluar një moment bashkë, por sapo darka u shtri mbi tavolinë, u shfaq një problem i vogël, por mjaft shqetësues. Nuk kishte karrige të mjaftueshme për të gjithë. Atmosfera filloi të tensionohej paksa, sepse çdo banor dëshironte të ulej dhe të hante në qetësi, por duket se hapësira nuk ishte planifikuar mirë për një numër kaq të madh pjesëmarrësish. Shikimet u kthyen nga njëri tjetri, disa duke qeshur për situatën, të tjerë duke u ndjerë pak të pakënaqur. Labinoti, i kuptueshëm dhe i durueshëm, filloi të mendojë se si të zgjidhte situatën. Ai u përpoq të qetësonte banorët dhe të organizonte rrotullimin e vendeve, duke bërë që secili të kishte mundësinë të ulej dhe të shijonte darkën. Ishte një provë e vogël e menaxhimit të situatës, një moment që tregonte se organizimi dhe durimi janë po aq të rëndësishëm sa edhe gatimi i vetë ushqimit. Banorët, megjithatë, e morën situatën me sportivitet. Disa pranuan të qëndronin në këmbë për pak minuta, duke shijuar bisedën dhe shakat e vogla që lindnin në radhat e tyre. Të tjerët u rrotulluan, duke krijuar një atmosferë bashkëpunimi që i bëri të gjithë të ndihen më afër njëri tjetrit. Edhe pse karriget mungonin, nuk mungoi humor dhe energji pozitive, dhe darka u shndërrua në një moment argëtimi dhe lidhjeje mes banorëve. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është thjesht për lojë dhe strategji, por edhe për mënyrën se si banorët menaxhojnë situata të papritura dhe bashkëpunojnë nën presion. Edhe një problem i vogël, si mungesa e karrigeve, u kthye në një mundësi për t'u afruar, për të qeshur dhe për të krijuar kujtime të bukura së bashku. Dhe në fund, ajo
Në nshim që binte pa pushim mbi oborrin e shtëpisë, banorët u mblodhen së bashku, të lagur, por të gjallë, sikur asgjë tjetër përreth të mos kishte rëndësi. Pikat e shiut binin mbi fytyrat e tyre, por askush nuk u tërhoq. Përkundrazi, ata qëndruan aty pranë njëri tjetrit, duke e kthyer atë moment në diçka të veçantë dhe të paharrueshme. Dikush nisi të këndoj me zë të ulët, kaje zemra po të kërkon. Dhe pak nga pak, zërat u bashkuan. Kënga u përhap në ajër, e butë dhe e ndjerë, duke u përzier me zhurmën e shiut. Ishte një këngë që fliste për mall, për dhimbje dhe për dashuri, dhe secili e këndonte sikur po tregonte historinë e vet. Lotët me ty s'du me ti pa. U dëgjua më fort dhe në atë varg u ndalën për një çast shumë ndjenja të pathëna. Disa mbyllën syt, disa buzëqeshën lehtë, ndërsa të tjerë u lanë të rrëmbehen nga emocioni. Shiu nuk i fshite, por i pastronte, sikur po i çlironte nga gjithë tensioni dhe lodhja e ditëve të fundit. Në atë moment nuk kishte lojë, strategji apo përplasje. Nuk kishte rival apo aleanca. Kishte vetëm njerëz që ndanin të njëjtin çast, të njëjtën këngë dhe të njëjtin emocion. Në dritat që reflektonin mbi pikat e shiut, ata shkëlqenin të gjithë, jo nga pamja, por nga ndjenja që po përjetonin. Kënga vazhdoi deri në fund. E kënduar me shpirt. Kur mbaroi, askush nuk foli për disa sekonda. Heshtja ishte e bukur, e mbushur me qetësi dhe bashkim. Ishte një nga ato momente të rralla që mbeten gjatë në kujtesë, sepse nuk janë të planifikuara, por ndodhin vetvetiu. Ai çast në shi tregoi se, përtej kamerave dhe konkurrencës, banorët janë njerëz me zemra që ndjejnë, që mallëngjehen dhe që dinë të bashkohen. Dhe ajo këngë, e kënduar në shi, u bë simboli një harmonie të rrallë, një kujtim i bukur që do t'i shoqërojë edhe pasi loja të ketë marrë rrugën e vet. Banorët u mblodhen dhe biseda u kthye te tema që, në fund të fundit, i kishte sjellë të gjithë aty, çmimi i madh prej 200.000 eurosh. Shifra u përmend me zë të lartë dhe për një moment, secili u ndal për të menduar se çfarë përfaqësonte ajo shumë për jetën e vet nuk ishte thjesht para, por një simbol i gjithë sakrificës, durimit dhe përballjes që po kalonin çdo ditë brenda asaj shtëpie. Dolce ishte ajo që e artikuloi më qartë mendimin që shumë prej tyre ndoshta e kishin në mendje, por nuk e kishin thënë me zë. Ajo tha se do të ishte mirë që brenda shtëpisë të kishin një çmim, një simbol të dukshëm, diçka konkrete që t'u kujtonte vazhdimisht pse ndodheshin aty. Duhet ta kemi një çmim këtu, tha ajo, që sa herë ta shohim, të na kujtohet se për këtë duhet të luftojmë. Sipas Dolces, me kalimin e ditëve, lodhja, konfliktet dhe rutina e përditshme bëjnë që banorët të harrojnë qëllimin kryesor. Debatet e vogla, inatet personale dhe tensionet e momentit shpesh marrin më shumë hapësirë se sa duhet. Një simbol i çmimit do t'i kthente gjithmonë të thelbi i lojës, konkurrenca, përpjekja dhe dëshira për të fituar. Banorët e tjerë e dëgjuan me vëmendje dhe disa tundën kokën në shenjë dakordësie. Ideja e Dolces nuk ishte thjesht për motivim personal, por edhe për të krijuar një ndjenjë përgjegjësie kolektive. Të gjithë ishin aty për të njëjtin qëllim, edhe pse rrugët dhe strategjitë e tyre ishin të ndryshme. Biseda u kthye në reflektim. Disa filluan të flasin për sakrificat që kishin bërë jashtë shtëpisë, për familjet që i prisnin, për ëndrat që lidhen me atë çmim. 200.000 euro nuk ishin më vetëm një shifër, por një mundësi për ndryshim, për siguri dhe për një kapitull të ri në jetë. Ky moment tregoi se Big Brother nuk është vetëm përplasje karakteresh dhe lojë strategjie, por edhe një provë vullneti. Dhe fjalët e Dolces e rikthyen fokusin aty ku duhet, te qëllimi final. Sepse për ta fituar çmimin e madh, nuk mjafton vetëm të qëndrosh në shtëpi, duhet ta kujtosh çdo ditë.